Tiranë sepse në lidhje të drejt për drejt po na pret kolegja nga RTS Lusi Përgjegji për me diskutu rreth Zvërnecit, i cili vend ka zgjuar një interes të publikut pikërisht për shkak të ndodhive që janë atje. Mirëmëngjesi, përshëndetje Lusi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, ju përshëndes edhe unë. Edhe në fakt e duket që absolutisht ka marrë një vëmendje jashtëzakonisht e madhe ajo që po ndodh në Zvërnec dhe rreth Zvërnecit, edhe një vëmendje jo vetëm më brenda Shqipërisë e jo vetëm më mbarkombëtare, por edhe më tej, apo jo, për shkak të krejt zhvillimeve, pra investime shumë të madh, pak nacisë një pjesë të madhe të qytetarëve, edhe si më thon anës tjetër që e shes si, pra janë dy anë. Absolutisht njëra anë që e shes si një zhvillim shumë të madh të Shqipërisë dhe që do ta poziciononte Shqipërinë shumë larg në hartën e turizmit botëror, edhe pjesa tjetër që thonë kjo nuk bëhet sepse dëmton ambientin edhe janë edhe dëmet të tjera që u shkaktohen banorëve edhe zonës në përgjithësi. Çfarë po ndodh realisht, si mundesh me përmbledh Lusi krejt këtë situatë? Atëherë në fakt është ngritur një diskutim i madh në të gjithë Shqipërinë sa i përket këtij investimi që pritet të bëhet në zonën e Zvërnecit të Vlorës. Ka shumë fillimisht dita e shtunë dhe javës që shkoi ajo që nisi edhe të gjithë kalvarin apo le të themi kështu e ktheu të çështë një diskutim shumë të rëndësishëm publik për Shqipërinë pas një proteste nga banorët e zonës së Zvërnecit, pasi kompania e cila pritej që të bëjë edhe investimin kishte rrethuar me tela pjesën ku do të kryej investimi dhe protestës që pati aty, pati një incident që ndodhi gjatë protestës ku policia private, dy kompani security që ishin gjithashtu për sa i përket sigurisë në gjatë protestës, dhunua një protestues dhe kjo shkaktoi le të themi kështu edhe videoja që protestuesit tërhiqej nga punonjësit e sigurisë dhe policisë private, shkaktoi edhe një reagim shumë të madh publik për mënyrën se si u menaxhuai gjithë situata në protestën e Zvërnecit, e cila në fakt nisi si një protestë me shumë pak protestues, me disa aktivistë dhe banorë të zonës, të cilët kundërshtonin këtë projekt. Disa kanë pretendime pronësie në atë zonë, disa të tjerë kanë protestuar për të mbrojtur natyrën e Zvërnecit, duke marrë parasysh edhe speciat shumë të rralla që zhvillohen në këtë zonë. Më pas, gjithë kjo protestë ditës së shtunës së kaluar solli edhe një reagim shumë të madh në rrjetet sociale, më pas edhe një organizim të 3 protestave shumë të mëdha në qytetin e Tiranës, duke nisur nga sheshi Skënderbej, duke i përmbyllur ato në kryeministrinë. Ditën e djeshme ishte edhe dita e 3 e protestës nga lëvizja e qytetarëve që janë ngritur sa i përket këtij projekti. Sa i përket ngjarjes së Zvërnecit, ku edhe situata degradoi, le të themi kështu, në një konflikt mes protestuesve të shtunën dhe policisë private që punonin aty, ka patur një reagim të menjëhershëm nga drejtori i përgjithshëm i policisë së Shqipërisë Skënder Hitej, i cili ka më pas ka urdhëruar një hetim të menjëhershëm të kësaj situate, përpasoj është arrestuar punonjësi i sigurisë i cili ka qelluar protestuesit, e gjithashtu janë proceduar penalisht edhe 2 punonjës të tjerë të cilët e kanë tërhequr atë zvarr. Gjithashtu, nga ana tjetër, Policia e Shtetit të Shqipërisë ka pezulluar edhe licencat për këto 2 kompani sigurimi për shkak të keq menaxhimit të situatës gjatë protestës dhe përdorimit të akteve të dhunës ndaj protestuesve dhe gjithashtu më tej ka pezulluar edhe drejtorin e policisë të Vlorës sa i përket mënyrës se si është menaxhuar situata, zotin Edvin Ndreu, të cilin e ka pezulluar nga detyra si drejtori i policisë të Vlorës me argumentin se kanë keq menaxhuar situatën në nisjen e protestës së shtunës. Kjo protestë së shtunës më pas mori në të gjitha rrjetet sociale dhe nisi edhe protestat e tjera të cilat ditën e sotme gjithashtu do të ketë sërish një protestë nga qytetarët e cila është njoftuar edhe gjatë protestës së ditës së djeshme në orën 18 në sheshin Skënderbej, më pas do të marshojnë drejt kryeministrisë. Mund të themi që ka qenë një protestë e cila ka ngritur një diskutim të madh edhe në rrjetet sociale, ndërsa kryeministri Edi Rama ka reaguar sa i përket qëndrimeve që janë mbajtur për këtë investim, fillimisht të shprehur se nuk ka ende një projekt konkret të miratuar sa i përket Zvërnecit. Gjithashtu zoti Rama ka aluduar dhe ka deklaruar që ka edhe forca të tjera të brendshme, por edhe të jashtme, të cilët po ngrenin le të themi kështu alibi për këtë projekt, i cili për llogaritë tjetra 4 milion
euro investim që do të kryhet në zonën e Zvërnecit dhe sipas zotit Rama, shtetet të tjera të cilat kanë interesa që Shqipëria të mos të zhvillojë pjesën turistike për të mos i konkuruar ato, janë edhe nxitësit e këtyre reagimeve apo protestave që po ndodhin në Shqipëri. Konkretisht këtu ka folur për shtetin grek, ku sipas zotit Rama, Greqia nuk ka dëshirë që ky investim të kryhet në Shqipëri për shkak se do ta konkuronte, le të themi kështu, turizmin grek. Gjithashtu zoti Rama ka deklaruar se sa i përket parkut të Zvërnecit, ajo shton se laguna nuk do të preket dhe se janë kthyer disa projekte sa i përket kompanisë e është edhe ajo që do pritet të zhvillojë zonën e Zvërnecit, janë kthyer disa projekte për të mos prekur pjesën e lagunës. Këtu kanë qenë deklaratat e kryeministrit Rama, ndërsa protestuesit janë përgjigjur duke mos i ndalur protestat e tyre. Nga ana tjetër, ka qenë edhe opozita ajo e cila ka folur për projektin e Zvërnecit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është shprehur se do duhet të zgjidhet konflikti pronësisë që është ngritur në Zvërnec, por është shprehur kësaj here pro një investime të huaj dhe ka thënë se nuk është kundër investimeve të huaja, është më pak në raste kur investitorët janë investitorë serioz, dhe kjo le të themi kështu ka irrituar edhe protestuesit, të cilët kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, kanë kërkuar edhe largimin e Sali Berishës nga politika dhe le të themi kështu kanë kërkuar që kjo protest të mos përzihet me asnjë nga partitë politike. Këtu përfshirë edhe partitë e vogla, të cilat gjithashtu kanë bërë thirrje sa i përket Zvërnecit, madje kanë dalë edhe për të protestuar, por nga protestuesit nuk janë lejuar që të mbajnë fjalime apo edhe të marrin le të themi kështu drejtimin e protestës, duke e konsideruar këtë lëvizje një lëvizje qytetare të papërlyer me politikën. Ndërsa nga ana tjetër, ajo çfarë mund të themi që ka qenë edhe zhvillim i ditës së djeshme ka të bëjë me prokurorinë e posaçme të Shqipërisë, e cila ka disa javë që ka nisur zyrtarisht një hetim sa i përket çështjes së Zvërnecit, dhe ditën e djeshme janë sekuestruar dhe është bërë publike që janë sekuestruar edhe kompanitë, është sekuestruar edhe llogaritë bankare të kompanisë Albania Land Development, e cila është edhe kompania e dy vëllezërve nga Katari Al Kayat, të cilët pritet që të bëjnë edhe investimin në parkun e Zvërnecit, së bashku edhe me dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump Kushner. Prokuroria e posaçme ka nisur një hetim me iniciativën e saj dhe po heton, ka kryer disa kontrolle dhe gjithashtu ka kryer edhe sekuestrimin preventiv të llogarive bankare të cilat i përkasin kompanisë Albania Land Development. Çfarë mund të themi tjetër sa i përket hetimit të SPAK, ai po heton sa i përket në rast se ka patur një tjetërsim të pronave, siç pretendojnë edhe banorët e Zvërnecit, dhe nëse pronari i cili ka shitur pronën e Zvërnecit tek kompania Albania Land Development, rriti i cili është edhe personi që ka qenë pronari i pronës dhe më pas e ka shitur këtë pronë sa i përket tek vëllezërit nga Katari, të cilët më pas vëllezërit nga Katari, të cilët më pas kanë prezantuar projektin dhe kanë bashkëpunuar edhe me dhëndrin e presidentit Donald Trump Kushner, i cili gjithashtu janë të gatshëm që të bëjnë këtë investim. Ndërsa sa i përket Redis Rrugës, i cili është një biznesmen i cili jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dyshohet se mund nga ana e prokurorisë, dyshohet se mund të ketë patur një tjetër si të pronës për ta marrë nga banorët e Zvërnecit dhe për ta dyshohet për mënyrën se si është blerë kjo pronë, pra nga shplerja e kësaj prone, dhe kjo është ajo çfarë po heton edhe prokuroria e posaçme, dhe duhet presim ditët në vijim për të kuptuar se nëse ka patur një problematik sa i përket pronave të Zvërnecit, apo është vetëm problematika që ky resort mund të dëmtojë natyrën e Zvërnecit dhe kjo është edhe arsyeja pse janë ngritur kaq shumë protestues. Në fakt ka disa protestues që po mbrojnë natyrën, ka disa të tjerë që janë kundër investimit, e ka disa të tjerë të cilët janë edhe banorët e Zvërnecit që kanë edhe pretendime mbi këtë pronë. Ndërsa nga ana tjetër, protestuesve të Zvërnecit u janë bashkuar edhe protestues të tjerë, të cilët
janë le të themi kështu të revoltuar me mënyrën e qeverisjes së kryeministrit, apo edhe banorët e Riollit, i cili gjithashtu ka qenë një protestë sa i përket një investimi që po kryhet në zonën e Riollit, dhe gjithashtu janë bashkuar protestuesët Zvërnecit gjatë këtyre 3 ditëve. Po, Lusi, shumë faleminderit për këtë përmbledhje, Lusi. Nuk kemi më pyetje absolutisht edhe për shkak të mungesës së kohës edhe për faktin që e përmbledh dhe jashtëzakonisht krejt këtë zhvillim. Edhe sigurisht kemi me vazhduar për cilë edhe si programi mëngjesit edhe si televizion atë që po ndodh atje pra në Zvërnec me një kujdes të jashtëzakonshëm. Faleminderit për kontributin edhe për paraqitjen. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Mirë, atëherë do të kalojmë një herë në një lidhje tjetër të nderuar shikues.